Ja rodhës thot, Assalamu alaikum o gjendëruar, cili është më i mirë, një lot i mëkatarit apo një dhikr i minimalit? Kanë përmend dietar për tim Ibn Qayyim, Allah subhanahu wa taala pas më shërua edhe të tjerë, se minimasia është gjuna i rëndë që ka ardhur në librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka dyshim se nëse vetë dhikri është për shkak minimalsisë, që nuk ka kurfar vlere. Çajtëret e gjunaqarit ka vlerë, është e pa diskutim. Se kjo është të shku ka e mira, ai të shku ka e keqja. Nëse dikush me minimalsi bën tu livdue me bë dhikr me përmend Allahun, kjo s'vlen kur gjë hiç. Në transmetim të saktë, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke ecë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mësonte shokët e vet këtë ecin kodrave të zbrit të poshtë, me thonë dhikr të caktuar, me të ngrit përpjet me thonë dhikr të caktuar, me kur shkon për betejë, me thonë dhikr të caktuar. Sahabët njerët duke zbrit bënin e përmendin e Allahu subhanahu wa taala po me zon shumë të lartë, edhe jo për shkak minimalsisë, jo për shkak diçka të parregullt, po vetëm për shkak të dëshirës për me përmend Allahun. Pejgamberi sa ka reagu që po bërtit në kaq shumë. Ju nuk jeni të ju lut atina i cili është që nuk ndëgjon, jeni të ju lut atina që ndëgjon, Allahu subhanahu wa taala, por lutnu normal. Allahu subhanahu wa taala dhe kur him namaz ka udhëzu që as mos me bërtit shumë të falmit kur lexojmë Kur'anin imami edhe kush nuk është imam, as mos me quë këtë në heshtje, me quë një farë mesatare. Thënë dhikri, i cili bëhet vetë dhikri me minimalsi s'ka vlerë kur gjë hiç, kurse lutja që bën për shkak të pendimit është me vlerë, wallahu a'lam.